Unë jam Ana Kabashi dhe ky është podcasti më i ri i titulluar Amor Fati. Një hapësirë ku vetëm e vërteta flet, pa filtra. Vetëm biseda të sinqerta për jetën, kulturën dhe gjithçka tjetër të rëndësishme dhe të momentit. Kjo nuk do të jetë një platformë vetëm e imja, por është e jona, e përbashkët. Gjithmonë e kam dashur një hapësirë ku mund të flas të vërtetën përpos rrjeteve të mia sociale, pa ndërprerje dhe pa prerje të momenteve ku të tjerëve ju konvenon, edhe ju shitet për klikime. Po du edhe ju të jeni pjesë e bisedave të mia, zëri juaj me u dëgju, storjet e juaja dhe të vërtetat e juaja. Po du me kalu pak tek pjesa e titullit të këtij podcasti. Besoj disa e dini, disa jo, por po e shpjegoj pse Amor Fati. Amor Fati është frazë latine që do të thotë në pajtim me fatin, ose duaje fatin. Çka nuk kupton kjo? Është që të vlerësosh çdo gjë që të ndodh në jetë, e mira, e keqja, vështirësitë dhe sukseset, jo vetëm t'i pranosh, por edhe t'i duash si pjesë esenciale të rrugëtimit tënd si njeri. Ideja vjen nga filozofia stoike, ku në vend që të urosh që gjërat të ishin ndryshe, ti gjen forcë në realitetin që ty po të ndodh. Për shembull, jo gjithmonë jeta na vjen ashtu si kemi menduar. Se dia e keni dëgjuar ndonjëherë fjalinë nëse don me bë zotin me kesh, tregoja planet e tua. Mu më bën shumë e kesh. Ka një kuptim të thellë, edhe pse duket frazë shumë e thjeshtë, sepse shumë shpesh disa gjëra që na ndodhin në jetë, nëse nuk përputhen me rezultatin që ne kemi menduar, menjëherë dëshpërohemi. Pse nuk ndalemi edhe të kemi një pikpamje tjetër të situatës? Të mendojmë se ndoshta nëse diçka nuk funksionon, është vetëm mbrojtje për ty. Ndoshta ti nuk je gati për atë pjesë për të cilën ti e ke menduar që je gati. Pse nuk jetojmë në moment dhe të besojmë që çdo gjë ndodh për një arsye më të mirë? Pse mos të mendojmë si një ridrejtim në vend se ta shohim si dështim? Mendësia ka shumë rëndësi për cilëtetin e jetës. Për shembull, është një metaforë, glass half full, që e shpjegon optimizmin dhe pesimizmin ose me fjalë të tjera, fuqinë e perspektivës, se si dy njerëz e shohin situatën e njëjtë në dy mënyra të ndryshme, duke u bazuar në mënyrën se si mendojnë ata. Ose e shohin pjesën në zbrazët të gotës ata të cilët janë të pakënaqur me jetën, ndërsa ata që janë të kënaqur me jetën e shohin gjysmën e mbushur të gotës. Apo e kuptoni esencën? Gjithçka fillon prej teje, prej brendësisë tënde, prej besimit tënd, prej vizionit tënd. Ne duhet të zgjedhim të duam jetën tonë ashtu si është, me të mirat dhe me të këqijat, sepse duke u brengosur shkaktojmë vetëm pengesa në rrugtimin e suksesit tonë. Dhe për fund, unë e kam dashur këtë episodin e parë të këtij podcasti, më kon sa më personal, edhe më kon sa më afërt me juve. Edhe po du me ju thonë, krejt jemi njerëz, pavarësisht profesioneve, secili është u mundu në mënyrën e vet. Kënaquni me atë që e keni, sepse nuk kthehet ai moment kurrë. Jam shumë e lumtur që në këtë rrugtim do të jeni edhe ju pjesë e saj. Mos harro, kjo është Amor Fati dhe është plot dashni.